Një situatë dramatike është duke ndodhur në Izrael, ku zjarret të fuqishme kanë përfshirë pyje dhe zona të banuara në afërsitë të Jeruzalemit, duke detyruar autoritetet të shpallin gjendjet e jashtëzakonshme kombëtare. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi emergjencën të mërkurën, pasi flakët shpërthyen pranë autostradës Tel Aviv-Jeruzalem, duke çuar në evakuimin e mijëra banorëve dhe mbylljen e rrugës. Zjarret kanë ndjekur mbi 5.000 hektar tokë, përfshirë 3.000 hektar pyje, ndërsa janë trajtuar të paktën 23 persona për asfiksi dhe djegje, me shtyre dhe fëmijë. 21 zjarrfikës janë plagosur gjatë përpjekjeve për të shuar flakët. Në ndihmë të Izraelit po vijnë avion nga Greqia, Italia, Kroacia, Franca, Spanja, Ukraina, Çipro, Britania dhe vende të tjera evropiane për të ndihmuar përballimin e situatës. Komandanti i zjarrfikësve në Jeruzalem e përshkroi situatën si ndoshta zjarri më i madh që ka ndodhur ndonjëherë në vend, duke paralajmëruar se lufta me flakët do të vazhdojë për një kohë të gjatë. Zjarret janë përkeqësuar nga era e fortë dhe temperaturat e larta, duke detyruar autoritetet të anulojnë festimet për ditën e pavarësisë së Izraelit. Ndërkohë ka edhe dyshime për zjarrvënie të qëllimshme, ku kryeministri Netanyahu përmendi 18 arrestime, megjithëse policia ka konfirmuar vetëm 3 persona të ndaluar për zjarrvënie të mundshme. Gjendja mbetet kritike dhe autoritetet paralajmërojnë se zjarret mund të përhapen më tej nëse kushtet atmosferike nuk përmirësohen.